Në këto 2 minuta kohë që na keni lënë në mënyrë të padrejtë, sa në përket ne deputetëve jashtë grupeve parlamentare, dua të flas për komunitetin e Rogozhinës, të prekur nga tërmeti që në vitin e largët 2019 dhe që ende sot 46 familje jetojnë në çati të shembura dhe mure të çara. Plot 6 vjet më vonë, edhe pse është bërë vlerësimi i dëmit, është lidhur kontrata me kompanitë për rindërtimin e shtëpive, ende sot 6 vjet më vonë, ata jetojnë në këto kushte që duhet i ndaj me ju, me çati të rënuara, me mure që mbajnë në këmbë nëpërmjet trarëve, me shiun që ça bie jashtë bie brenda, dhe si thash, me mure të çara, përfaqe të zezë, dhe arsyeja për këtë, arsyeja që u jep, le themi, bashkia është se nuk ka fonde. 6 vjet më pas nuk ka fonde. Tani unë nuk dua të hyj këtu se kush kuan fondet e rindërtimit, fondet e tërmetit, fondet që menaxhonte ish zëvendës kryeministri që hëngri kumbulla dhe dardha mbrapa shpinës së sultanit ton. S'dua të merrem me të gjitha këto, dua thjesht të ngre pyetjen dhe i drejtohem kësaj qeverie. Përgjegjësia kujt është fakti që 6 vjet më vonë këta njerëz jetojnë në këto kushte, larg qoftë në rrezikun të një tërmeti të radhës që vën në rrezik pra jetën e tyre dhe familjarëve të tyre, të fëmijëve të tyre. 6 vjet më vonë, edhe pse të gjithë procedurat supozohet që janë mbyllur. Njësoj edhe në banorët e Durrësit, edhe banorët e Thumanës. Është një situatë e papranueshme për cilën do vazhdojmë të ngrem zërin. Faleminderit.